Familjarët e Brikenës pak orë para Prime-it kanë një kërkesë, duke kërkuar ndihmën tuaj. Njëra nga banorët më të përfolura të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, Brikena Selmani, ndodhet sonte përballë një televotimi shumë të rëndësishëm që mund të vendosë vazhdimin e rrugëtimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo është në garë të drejtpërdrejtë me banorët Mateo, Selin dhe Gimbo, në një televotim që pritet të jetë ndër më të fortët e këtij sezoni. Pak orë para spektaklit Prime, familjarët e Brikenës kanë reaguar përmes rrjeteve sociale duke bërë një thirrje për mbështetje. Në mesazhin e tyre, ata u kanë kërkuar ndjekësve dhe mbështetësve që ta votojnë Brikenën, në mënyrë që ajo të vazhdojë rrugëtimin në këtë format dhe të ketë mundësinë të tregojë edhe më shumë nga loja e saj. Që nga hyrja në Big Brother VIP, Brikena është dalluar për një qasje të qetë dhe të matur në lojë. Ajo shpesh ka zgjedhur të qëndrojë larg konflikteve të panevojshme dhe të fokusohet më shumë në marrëdhëniet që krijon brenda shtëpisë dhe në strategjinë e saj personale. Megjithatë, pavarësisht karakterit të saj më të rezervuar, Brikena ka arritur të jetë shpesh në qendër të vëmendjes, sidomos për mënyrën se si menaxhon situata dhe debatet që ndodhin mes banorëve të tjerë. Ajo është përpjekur të ruajë një imazh të qetë dhe të balancuar, duke u përfshirë në diskutime vetëm kur është të nevojshme. Rrugëtimi i saj në shtëpinë e Big Brother VIP është bërë edhe më interesant për shkak të afrimit të saj me Mateon, me të cilin është parë shpesh duke kaluar kohë dhe duke ndarë biseda të gjata. Ky raport ka krijuar dinamika të reja brenda shtëpisë dhe ka shtuar interesin për lojën e saj. Tashmë gjithçka mbetet në dorën e votës së publikut, ndërsa mbetet për t'u parë nëse Brikena Selmani do të arrijë të sigurojë mbështetjen e nevojshme për të vazhduar aventurën e saj në Big Brother VIP Albania.